Receta e gjyshes që zhduk dhimbjen e kockave, ja si ta përgatisni. Në rast se vuani nga dhimbja e vazhdueshme në shpinë, në dorë, në këmbë, në kocka ose në qafë, duhet të përmirësoni sjelljen tuaj trupore sa më shpejt që të jetë e mundur. Gelatina është një përbërje themelore e kësaj përzierje. Ju keni nevojë për 150 gram gelatin Vichy, të cilën mund ta gjeni në çdo supermarket. Përzieni 2 lugë gelatin në një çerek filxhani me ujë të ngrohtë dhe mbajini përzierjen në frigorifer. Gelatina kthehet në pelte kur është e përzierë me ujë. Pijeni në mëngjes përveç qumshtit apo çajit. Kryeni këtë trajtim për rreth 1 muaj dhe filloni sërish pas pushimit 6 muaj. Rezultatet pozitive do të shfaqen që pas javës së parë të përdorimit. Kjo do t'ju ndihmojë të rivendosni lubrifikimin natyral të përbashkët dhe kockat tuaja do të jenë më të shëndetshme.